Nën presidenti amerikan Mike Pence po paralajmëron se të gjitha alternativat janë në tavolinë në lidhje me trajtimin e situatës me Korenë e Veriut. Pence e bëri të ditur paralajmërimin të martën pas mbërritjes në Tokyo për bisedime me kryeministrin Shinzo Abe dhe zyrtarë të tjerë. Ai siguroi udhëheqësin japonez se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë të palëkundur për krah aleatit aziatik, gjatë gjithë asaj që ai e quajti kohë sfiduese. Gjatë vizitës në Korenë e Jugut bëra të ditur në emër të presidentit se epoka e durimit strategjik ka marrë fund, ndërsa të gjitha alternativat janë në tavolinë. Presidenti Trump është i vendosur të punojë ngushtë me Japoninë, Korenë e Jugut dhe të gjithë aleatët tanë në rajon dhe Kinën për të arritur një zgjidhje paqësore që gadisur Korean të jetë parë bërthamore. Zoti Abe mirëpriti qasjen amerikane për të gjitha alternativat ndaj regjimit izoluar komunist. Padyshim duhet të kërkojmë zgjidhje paqësore të çështjes, megjithëse mendoj se dialogu për hir të dialogut është i pakuptimt. Është e nevojshme të ushtrojmë presion ndaj Koreas së Veriut për t'u angazhuar në dialog serioz. Vizita e zotit Pence në Azinë Verilindore vjen në një kohë tensionesh të larta pas përpjekjeve sfiduese të Koreas së Veriut për të ndërtuar një raketë balistike me mbushje bërthamore me aftësi për të mbërritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump ka dislokuar një aeroplan mbajtëse me energji bërthamore në rajon si reagim mbi njoftimet se Penjani po përgatitet të kryejë një provë bërthamore gjatë festimeve të ditëlindjes së ish udhëheqësit komunist Kim Il-sung.